Dilema e tetë, namazi më pengon nga kënaqësitë e kësaj botës dhe nga rritja e suksesit në këtë botë. Ta shikojmë sa i vërtet është ky pretendim. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Me të vërtet, ky pretendim apo ky justifikim është një mendim i përhapur, mbretëron tek shumë njerëz, tek shumë të rinj, se namazi apo edhe devotshmëria e pengon nga suksesi i kësaj botës, nga kënaqësitë e kësaj botës. Dhe Allah subhanahu wa taala nuk i ka ndalu të mirat, kënaqësitë për besimtarët, porse i ka vendosur disa kufij, disa rregulla. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq." Thuaj, kush e ndalon zbukurimin e Allahut, të cilët i ka caktuar, të cilët i ka lejuar për robërit e tij, të cilin ua ka dhënë robërve të tij, dhe të mirat nga rizku. Allahu azza wa jall e ka ndalu haramin, ama nuk e ka ndalu argëtimin. Këtë duhet me pas qartë. Kur Allah xhelle xhelal e ndalon një gjë të caktuar nga mëshira e tij, nga urtësia e tij dhe mëshira e tij, atë na hap derën që është e lejuar, e mirë dhe e pastër për neve. Kur e ka ndalu Allahu azza xhel zinan, imoralitetin, që sjell shkatrim, që sjell fesat në botë, që është e dëmshme, shumë e dëmshme për individ dhe për shoqërinë, Allahu azza xhel na ka leju, na ka hap derën e martesës, na ka leju martesën, që është e ndershme, që është e pastër, që me të cilën e ruajmë derin tonë. Kur Allahu azza xhel e ka ndalu mishin e derrit, që është në fakt i dëmshëm, Allahu na ka leju mishin e kafshëve të cilët na shërbejnë, që është mish i pastër dhe i mirë. Edhe secila ndalesë që e ka vendosur Allahu për robërit e tij, Allahu nuk ka dobi prej saj, na kemi dobi. Dhe çdo urdhër që na ka obligu, ajo është për neve, kthehet në dobin tonë. Allahu nuk ka dobi. Allahu nuk ka nevoja për atë, sepse Allahu është el-Ghani, Allahu është i pastri, Allahu azza wa jalla është i plot fuqishëm. Edhe çto ndalesa nuk janë për me na vështirësu neve jetën, por për na sjell dobin në jetën tonë. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, thot Allahu azza wa jalla. Nuk ta kemi zbrit ty Kur'anin që ti të jesh i dëshpëruar, që të dëshpërohesh. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu don për juve lehtësim dhe nuk don vështirësi. Wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Allahu nuk ju ka bërë në fen tuaj në një vështirësi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe nuk të kemi dërguar ti përpos mëshirë për botrat. Prandaj duhet me kuptu çdo dispozit nga fenë Allahut azza wa jall, çdo urdhër dhe ndalesë është mëshirë për neve. Dhe nuk është në asnjë mënyrë, dhe këtë realiteti e demonton se namazi na pengon nga suksesi i kësaj bote. Sot njerëz të suksesshëm, shumë të suksesshëm, që kur namazin nuk e lojnë, madje namazi na ndihmon në sukseset tona të kësaj botës. Na relakson, na largon energji negative, na ndihmon në fokusim e dobi tjera që ka shumë, që ndoshta na vjen koha të njëherë me i trajtu. Prandaj krejt urdhrat dhe ndaleset kanë ardhur për me realizu 6 objektiva madhore. E para, për me rujt jetën tonë, për me rujt fenë tonë, për me rujt mendjen tonë, për me rujt pasurinë tonë, për me rujt lozën njerëzore dhe për me rujt nderin tonë. Edhe sa bukur ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, sheriati ka ardhur për t'i sjellur dobit dhe për t'i plotësuar ato, dhe për t'i penguar dëmet dhe për t'i zvogluar ato. Prandaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, pak e mirë është më mirë se sa ta praktikësh tërësisht të mirën, dhe largimi i një pjese të së keqes është më mirë se sa ta lësh tërësisht të keqen pa e penguar fare. Ndërsa Imam Shatibiu rahimahullah ka thënë, vendosja e ligjeve nga Allahu është vetëm në dobin e robërve të vet, si në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Pra, si formulë në fund ta përmbledhim, namazi, devotshmëria, të qenit larg ndalesave të Allahut azza wa jall dhe afër urdhrave, duke zbatuar urdhrat e Allahut azza wa jall. E këtu është urdhri më i madh pas besimit në Allahun azza wa jall, është namazi. Është vetëm në dobin tonë dhe nuk na pengon nga kënaqësitë e kësaj botës dhe nuk na pengon nga suksesi i kësaj botës. Përkundrazi, vetëm se është një mekanizëm që na ndihmon, një mekanizëm shtytës i cili na ndihmon që të arrisim suksese edhe në këtë botë. Edhe kënaqësitë nuk ndalohen, porse kanë kufi dhe rregulla, soaza, këtë për dobin tonë.
duke ndalu dëmin, sepse krejt sheriati ka ardhur për sjelljen e dobis dhe ndalesën e dëmit. Kështu që edhe ky justifikim nuk është i vlefshëm. Namazi nuk ka arsye për lënien e namazit. Nuk ka asnjë justifikim të pranuar për lënien e namazit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح